Rritja e rasteve me frodh ka shtuar edhe numrin e pacientëve që po kërkojnë ndihmë mjekësore në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Prishtinë. Mjekët thonë se personat me simptoma të kësaj sëmundjeje infektive fillimisht i nënshtrohen një ekzaminimi klinik përmes të cilit vlerësohet gjendja e tyre shëndetësore dhe përcaktohet trajtimi i nevojshëm. Mjeku familjar Rushet Ismaili ka bërë të ditur se deri më tani veç në Prishtinë janë regjistruar 17 raste të reja me frodh. Ka qenë një kohë gjatë që ne edhe patëm harruar fruthin, madje si doktor kam pasur pak përvoja me to për shkak se vaksinimi ka bërë që të zhduket kja si problematikë në kujdesin tonë shëndetësor. Mirëpo, kohëve të fundit janë shfaqur rastet me frodh, edhe në Prishtinë kemi të 17 pacientë fëmijë të cilët kanë simptome të frodhit. Ai shpjegon se fruthi zakonisht shfaqet me temperaturë të lartë, koll, rrjedhje nga hunda dhe skuqje të syve, ndërsa pas disa ditësh paraqitet edhe skuqja karakteristike në lëkurë, e cila konsiderohet një nga shenjat kryesore të sëmundjes. Simptomet zakonisht janë temperaturë, ethe, pastaj kemi skuqje të lëkurës të trupit edhe pushra të emta. Ndonjëherë në trup, ndonjëherë të rastet më të rënda janë edhe në fytyrë, në gojë. Ajo që ne gjithmonë kemi transmetuar të ta që mënyra më e mirë për të parandaluar fruthin është vaksinimi, për fat të keq ka pasur teori të ndryshme që kanë të bëjnë me autizmin. Madje ne kemi edhe prindër që ka sjellë fëmijën derisa ka bërë 2 vjeç ose 3 vjeç me idenë se tani po flet edhe mund të vaksinohet. Kjo është keq kuptim shumë i madh. Ndërkohë Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka konfirmuar raste të reja me frodh në vend dhe ka bërë thirrje qytetarëve që të respektojnë rekomandimet e profesionistëve shëndetësor me qëllim të parandalimit të përhapjes së mëtejshme të sëmundjes. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës njofton se gjatë periudhës 16 prill deri më 6 korrekt 2026 në Kosovë janë raportuar gjithsej 52 raste të konfirmuara me frodh. Gjatë javës së fundit janë raportuar 5 raste të reja me frodh. Sipas komunave, numër më i lartë i rasteve raportohet nga komuna e Prishtinës me 17 raste, komuna e Ferizajit me 12 raste, Kaçaniku me 6 raste, Fush Kosova me 5 raste, Lipjan, Vushtri, Shtime dhe Obileq me nga 2 raste, si dhe me nga 1 rast, komunat Gjilan, Drenaz, Deçan dhe Viti. Në Kosovë, vaksinimi i fëmijëve sipas kalendarit zyrtar përfshir vaksinën MMR kundër fruthit, shytave dhe rubeolës, është i detyrueshëm me ligjin për parandalimin dhe luftimin e sëmundjeve ngjitse. Sipas legjislacionit në fuqi dhe informacioneve të publikuara nga institucionet shëndetësore, prindrit që nuk respektojnë kalendarin e detyrueshëm të vaksinimit mund të gjobiten me 250 euro. Kujtojmë se ndonë se ligji parashikon gjobë prej 250 eurosh për prindërit që nuk respektojnë kalendarin e detyrueshëm të vaksinimit, institucionet shëndetësore deri më tani kanë ndjekur kryesisht një qasje edukuese. Fokusi sipas tyre ka qenë ndërgjegjësimi i prindërve për rëndësinë e vaksinimit dhe parandalimi i përhapjes së sëmundjeve ngjitëse, më shumë se sa zbatimi i masave ndëshkuese. Pritjes së gjatë të pacientëve